Për çfarë arsye duhet ata ta bojnë, okej, gjykimin e mbajnë jashtë vendit, po pse nuk mund ta vuajnë dënimin në ndonjë vend më afër familjes tyre apo edhe në vendin tonë Kosovë? A i bjen kjo që s'kena institucione të cilat e garantojnë mbarvajtjen e tij? Jo, na kena institucione që dëshirojnë mi pas sa më larg çlirimtarët e Kosovës ose udhëheqësit e ushtrisë çlirimtarët të Kosovës, kështu që për mua nuk është befasi edhe ky është argument shtesë që qeveria aktuale që e udhëheq. Pra, në një formë, ti po i përgjigjesh edhe në pyetjes tjetër, ka një prapavi krejt kjo çështje. Sigurisht, dëgjoni, i kujtoj interesi më i madh që këta djemë me qenë sa më larg edhe në distancë fizike me Kosovën. Unë do të thoja që Evropës. Është Albin Kurti, jo është Albin Kurti. Albin Kurtit? Patjetër, sepse figurat që gjykohen. Pra, veç pak, institucionet e Kosovës po punojnë që katërsha e madhe të jetë sa më larg vendit tonë sipas asaj që po thoni ju zotëri. Unë s'e di pse kemi dilema. Nëse e këshyrim pak, e kthejmë kokën mbrapa, histori, narracionin, prese ka nis zbatimin praktik kur janë ngrit ato akt akuza për Thaçin, Veselin, Jakupin edhe Rexhën, na kemi parë një ekzaltim të kryeministrit, edhe atko kryeministër, i cili me plot patos, me plot elegancë, kushtimisht po thonë. Por ka votuar kundër gjykatës speciale. Kush? VV. Edhe ato e përfundoi, jo, nuk ka votuar kundër, ka neutral.